Edi përfshihet në një debat të ashpër me Albën dhe Benitën, një situatë që nis fillimisht nga disa mosmarrëveshje të vogla, por shumë shpejt shndërrohet në një përplasje të zjarrt midis tyre. Tensioni mes tyre rritet me shpejtësi dhe asnjëra palë nuk është e gatshme të tërhiqet apo të ultonet, Alba dhe Benita, të cilat prej fillimit janë treguar vajza të drejtpërdrejta dhe pa frikë për të thënë mendimin e tyre, nuk I tremben as pak reagimeve të Edit. Ato mbrojnë qëndrimet e tyre me vendosmëri, duke ja bërë të qartë se nuk do të heshtin vetëm sepse ai ngre zërin apo përpiqet të dominojë situatën. Gjatë debatit, ato e akuzojnë Edin se nuk po mendon qartë dhe se sjelljet e tij janë të pamatura. Madje, në momentin e nxehtësisë, ato shprehen hapur se Edi po sillet si një budalla dhe as pak si një djalë I mençur, duke theksuar se argumentet e tij janë sipërfaqësore dhe të parsyetuara. Sipas tyre, Edi mundohet të duket I fortë dhe I zgjuar, por në sytë e tyre, ai vetëm sa e thellon më shumë keqkuptimin me sjelljen impulsive. Nga ana tjetër, Edi ndihet I sfiduar dhe I provokuar nga mënyra se si vajzat I flasin, gjë që e bën akoma më të tensionuar atmosferën. Ai përpiqet të kundërpërgjigjet, por çdo fjalë e tij ndeshet menjëherë me replika të forta nga Alba dhe Benita, të cilat nuk hezitojnë të thonë çfarë mendojnë, pa filtra dhe pa frikë. Debati mes tyre kthehet në një nga skenat më të diskutueshme të ditës, duke treguar se dinamika mes banorëve po bëhet gjithnjë më komplekse, ndërsa emocionet dhe egoja po ngrenë gjithnjë më shumë kohë. Publiku nga jashtë sheh qartë se kjo përplasje mund të shënojë fillimin e një rivaliteti të gjatë mes Edit dhe dy vajzave, një histori që me shumë gjas do të vazhdojë të komentohet gjatë gjithë qëndrimit të tyre në shtëpi.